Përshëndetje, Mimrama, mirë se erdhët. Mimrama, mirë se gjej, faleminderit. Përpara Mimrama nuk është ka vjen në debat, është një duel i madh medial ndërmjet juve dyve, ne ka luftoni në distanca, ma e versionin tuaj të blokadave edhe hallakomave që i keni shkaktuar dhe se keni lënë me punu. Veç jam tu mendu, sikur mos kishte ekzistu ky muhabeti blokadave, çka kish me fol ky njeri tash. Para mendojeni... Duhet më në studio për me pyet, s'po vjen se di. Po, nuk vjen sepse s'ka çka me thonë, edhe e vetmja që po din me thonë është më kanë bloku se më kanë lënë me punu. Ti e përmende parës ligjin e kryeqytetit, disa mundësi shtesë që i ka Prishtina, sepse është kryeqytet, gjithë këtë fokus të madh të bizneseve këtu, një ekonomi shumë e madhe, gjithë këto institucione, gjithë këto burime dhe mundësi, dhe pas 4 viteve, kryetari komunës e vetmja gjë që thotë është më kanë bloku. Përbes është politike viktimizimit, qasje për me thonë që kom dështu sepse nuk më kanë lënë, po nuk e kuptoj pse kërkon edhe një mandat. Është pak e ullt, me thonë kështu në kuptim të një farë etike në politik, atë sa mund të ketë etik në politik, me kërku mandat të dytë, kur ketë dështu totalisht, kur edhe e shiu e bora ma e vogële para disa dite, ta demaskoj komplet filmin që e bone për tunelin e Korrizit, thu që kush e di çfarë investimi u bo, por definitivisht, përveç që nuk ka kur gjë të vërtet, sepse asnjëherë nuk e mbështet me fakte evidenca këtë pretendimin për blokad. Mirë, ta zbërthejt. Gjergj Bushi thuhet që është bloku nga Instituti Monumenteve Kulturore, edhe ato nuk janë monumente kulturore me ligj për shkak se krejt lista është draft si draft, nuk vlen, edhe që ka qenë arsyeja për blokad, projekti është sa është, 18 miliona, sa është, edhe që kjo e ka bloku, për ndryshe ajo është tenderu ka hec. Projekti ka disa probleme lartë. Është tenderu me 18.4 milion, po kur e shikon paramasën, analizon mirë, del që ka shpërputhje në vlerë. Vlera reale, me paramasë, para llogarit, që është pjesë e kontratës, është për 1.2 milion më e lartë se vlera me cilën është lidhë kontrata. Ta shtu janë dy mundësi. Ose gabim teknik diku në Excel-a, ose e qëllimshme që me eliminu konkurencën gjatë procedurës së prokurimit. Ishte dasht, autoritetet tona përkatëse me u marrë me këtë çështje. Po kjo vetëm një nga problemet asaj kontrate. Problemi dytë, dhe shumë i rëndësishëm, është që nuk i kanë marrë lejet, pëlqimet, çështjet shpronësore që duhet me i kry para se me nisë ajo kontratë, ose para se me unë nënshkruaj ajo kontratë. Është një vendim i vetë drejtorisë së urbanizmit, kur i alëshon pëlqimin preliminar, drejtorisë së investimeve kapitale për këtë projekt, edhe i vendos kushtet e veçanta aty. Një nga këto kushtet e veçanta është marrja e pëlqimit nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Kur kanë apliku për si të leje? Kjo është vetë drejtoria e komunës e urbanizmit, i alëshon pëlqimin drejtorisë tjetër që është bardhë se këtij projekti. Pra ata vetë, brenda vetës, te kushtet e veçanta, kur i alëshon njëra tjetrës pëlqimin, tregojnë që për mbo kjo plot fuqishme si leje, vyn edhe pëlqimi Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Jo vetëm kjo, por edhe marrëveshjet e tjera me institucionet e tjera përkatëse, përfshit çështjet e shpronësimit që duhen më u zhvillu aty. Ka shumë të lasha ajo kontratë. E tash, ky, nëse i thot blokad, detyrimeve ligjore, procedurave që duhet me i respektu, atëri bjen ky që nuk don me respektu ligjin. Ose, që kemi argumentu vetë në prokurori, sepse kemi dorëzu si Ministri e Kulturës një kallëzim penal, jo vetëm për këtë rast, por edhe për të tjera, ne kemi dyshim të bazuar që kjo është skemë e paramenduar e zhvatje së paras publike që po e bën komuna. Pra qëllimshëm po i lidh kontratat, pa i respektu procedurat, vetë po e kërkon inspektorin aty për mi ndalë punimet, në mënyrë që pas një kohë, kur të kalon afati realizimit kontratës, kontraktori me mujt me i kërku mjetet pa e kry asnjë ditë punë. Këtë e kemi dorëzu, e kemi argumentu si Ministrinë Prokurori, po tash duhen me vepru ata më të. Gjergj Bushi është një projekt, ma shumë se një është pretendimi që jeni ka blokoni. Në të gjitha pretendimet, çfarë ka ngrit komuna këto kohët e fundit, ne kemi argumentu në këtë kallëzimin që ja kemi dorëzu prokurorisë. Pra dyshimi jonë i bazum është që kjo është një metodë e sofistikuar e veprimit për keqpërdorimin e paras publike, dhe kjo lidhet edhe me Gjergj Bushin, edhe me ishullin urban, lidhjen mes Arberis dhe Pallatit të Rinis, por edhe me projektet e tjera. Agim Ramadanin? Edhe me Agim Ramadanin,
edhe me të tjerë. Tash kështu është puna. Shumë e thjeshtë sepse ligji neve na obligon që në brenda zonave të mbrojtuna me vepru autoritetet e trashëgimisë kulturore. Pra, ndërtimi, investimi nuk është i ndaluar, por thot, nëse do në me investu brenda një zone të mbrojtun, ti dush me marrë leje edhe për një autoriteti. Për George Bushin, ka në ardhë me kërku pëlqim, vetëm masi që ka nënshu kontratën, e u dashtë në fillim procedurës prokurimit, vetëm masi që i ka dalë inspektori aty, dhe ne jemi të regut gatshëm edhe me vones me shqyrtu. E kanë sjell lartë, i kanë marrë rekomandimet në brenda afatit ligjor, sepse aty është një komision i profesionistëve që i shqyrtojnë projektet. Edhe Ministria Kulturës për projektet e veta merr pëlqim nga institut. Dhe i kanë marrë rekomandimet, nuk e kanë sjell projektin përfundimtar, pra qëllimshëm nuk i sillen projektet. Edhe e fundit. Pretendimi tyne që këto nuk janë zona të mbrojtuna, që këto nuk janë monumente, sepse qenë ka liste përkohshme, këto ja ka rrëzu 2 herë gjykata themelore edhe 1 herë gjykata apeli. Argumenti tjetër është që është një rast analog në pej, ku ndërtimi nuk është nol. Pse? Ai ndërtim ka një procedur ku është marrë leja për shkak të tejkalimit të afateve të shqyrtimit të lejes. Dikush e ka shtin fjok, se kena po... Investitori është thirrë në faktin që është shter afati, ne e vazhdojmë betejën tonë ligjore, mirë po ligjerisht, për shkak të afateve, ai e ka marrë atë leje dhe vazhdon investimin atje. Edhe për të mira për të kesë, 6 minuta e kusuri harxhum, duke full për duelin e juj medial me përparim Ramën 25 tjertë, duhemi mu marrë me do prej ideve tuaja, nëse po themi që projektet e mdhaja nuk janë kry, një pjesë të tyne jeni ka i premtoni edhe ju, edhe unazën, edhe investimet në infrastrukturë, edhe do prej çështjeve të investimeve kapitale. Pse me ju besu që ju i kryni? Fillimisht më duhet të sqaroj që kjo çështja e debatit dhe e ballafaqimit publik është para se gjithash obligim që e kemi ndaj qytetarëve. Në 4-5 termine tashmë të konfirmuara nga televizionet e ndryshme përfshite ju këtu, kryetari aktual nuk ka ardhur, pra refuzon me u ballafaqu me kundër kandidatët. Ndërsa një thirrje që unë ja kam bërë publikisht, ka të bëj pikërisht me temën me cilën e nisëm sot emisionin. Mu një farforme më ka bë hisedar të blokadeve, të dështimit të Prishtinës, po e them kështu. Dhe unë i kam thënë që këtë temë ja kemi bërë qytetarëve. Hajde dalim, bisedojmë, i sjellim dëshmit, dokumentet që i kemi, dhe ja sqarim qytetarëve këtë çështjen e blokadës. Por ai nuk pranon ballafaqim vetëm me mu, ndërsa deri tash nuk ka në asnjë nga terminet ku jemi ftuar nga televizionet për ballafaqim mes kandidatëve. Kur jemi te projektet, unë besoj që një nga dështimet kryesore të qeverisës aktuale në Prishtinë është mos respektimi i procedurave dhe ligjit. Unë besoj që sikur të ishte i kujdesshëm, sikur të respektonte procedurën, përfshi dhe do procedura që kanë bëjnë me projektim, sepse ka bën një kontratë me arkitektin e kryeqytetit, që për mua është skeme keq përdorimit, duke nënçmuar dhe rëndësinë e konkurseve të projektimit për projektet e mëdha të Prishtinës. Po gjenezën a din ku e ka lartë. Para 4 viteve, kur doli në fushat, në nxori fotografi pamje përfundimtare se si do të duken projektet ose lagjet. Ky ka qenë një mashtrim tipik i këtij kryetari, i cili ju ka thënë qytetarëve ja si do të duket Prishtina. Qysh është ka duket Prishtina, e shohim krejt na që jetojmë edhe që kalojmë ka njëherë në Prishtinë. Ju, për ma tepër, jeni ka tentoni me më kallëzu qysh duket Prishtina mas 10 vjetëve, jo mas 4. Pse me ju besu që do prej që atyne çështjeve që i keni para po mshelen e po du prej parkingut, trafikut edhe unazës me nisë? Sepse Prishtina është kështu si është, pasi asnjëherë nuk ka pas një vizion pak më afatgjatë se si do të duket Prishtina në një periudhë caktuar, që mjetet, veprimet, projektet me i dizajnu mbas atij vizioni. Ne me ekipin ton e kemi bërë një projekcion si duket Prishtina vitit 2035, në mënyrë që mbas atij vizioni ti dizajnojmë edhe veprimet edhe projektet e tona. Unaza e jashtme e Prishtinës është domosdoshmëri, është pjesë e zgjidhjes së problemit të trafikut në Prishtinë. Pra, përveç që kemi nevojë për rritje të flotës së autobusëve, përveç që kemi nevojë për korsinë e veçantë, për parkingje, park and ride në pikat e hyrjes, kemi nevojë edhe me përfundu rrugën A, edhe me ndërtu unazën e jashtme të Prishtinës. Këto janë projekte të domosdoshme që trafiku i Prishtinës me u liru dhe ne me mujt me pas një qytet që funksionon normalisht. Kur mshelet
flota e autobusëve, kur kompletohet? Vitin e parë, të mandatit të parë, vinë 30 autobus të ri. Qëra, jonë të kontraktu, ma doni mi kontraktu ju? Ne kemi nevoj me zhbloku marrëveshjen me Bergjin, sepse mungesa e disiplinës në ndërmarrjet komunale, në këtë rast të trafiku urban, e ka bo që me u vënu ardhja autobusëve nga Bergjin. Trafiku urban është ka punon me humbje, po thoni duni me emnu Po, pra, për herë të parë, mas sa viteve, trafiku urban punon me humbje, e përkundër kësaj, ky liron kategori tjera nga pagesa e biletës për populizma para zgjedhjeve. Do me thëmë, përveç që e ka damtu ndërmarrjen dhe ka prish marrëveshjen me Bergjin për me sjell autobus të ri, që 2 vite është u premtuar që po vinë autobus të ri dhe nuk erdhën. Kjo është, do me thënë, autobus të parë, me njëherë vitin e ardhshëm, në fillim të mandatit të parë. Që i bjenë ndroni menaxhmentin në trafik urban edhe filloni me punu me fitim. Kemi nevoj për ristrukturim total të gjitha ndërmarrjeve komunale, sepse janë të operu me humbje, sepse kanë mbipunësim, sepse kanë nepotizëm edhe ka zhvatje të paras publikat. Janë ndërmarrje që vlen 100 miliona. Okej, që po supozoj që 30 autobus vinë në fillim? Grupi i 2 autobusëve, që janë 100 plus, do të vinë deri në fund të mandatit të parë. Edhe 100 plus të tjerë, duhet vinë deri në fund të mandatit të dytë. Prishtinës i duhen rreth 240 autobus në total të trafikut urban dhe të operatorëve privat, me cilë duhet të bëjmë një marrëveshje që autobuset që i marrin t'jenë autobus modern, mundësisht sa ma shumë elektrik dhe të standardet që nuk e ndotin ajrin, dhe me këtë flotë ne mbulojmë jo vetëm Prishtinën, po dhe rjetën e trafikut dhe ndërlidhjen me Fushë Kosovën, Obilicin, Lipjanin, Graçanicin dhe Podujevën. Ky është edhe propozimi ynë, ne kemi thënë zonë metropolitane e Prishtinës. Ky rajoni komunave duhet bëhet zonë metropolitane. Krejt me menaxhu trafiku urbana? Kështu po them, 1 për planifikim hapësinor të përbashkët dhe të integruar, 2 për shërbime më efikase dhe 3 për zhvillim ekonomik rajonal. Ne kemi KRU-n, e kemi ndërmarrjen pastrimit që veç më është rajonale, por nuk ka koordinim të mirë mes komunave. S'ka pastrimi, s'ka koordinim me kërkonisht. Rajoni ynë duhet ketë edhe autoritet rajonal të transportit, sepse duhet rritet mobiliteti mes këtyre komunave. A lejon ligji këto? E lejon ligji, pse nuk e lejon ligji? Ku është pengesa këtu? Nëse e kemi një ndërmarrje që është pastrimi, që është rajonal, e bëjmë edhe trafiku. A komunat janë aksionare, po thoni? Po, në konceptin ton të zonës metropolitane, Prishtina është qendra e këtyre komunave të rajonit, por planifikimi bëhet bashkë. Për shembull, gjatë gjithë këtyre dekadave të fundit pas luftës, i gjithë presioni, ka po e çojmë ndërtimin e ri në Prishtinë, ka qenë i menduar brenda kufive administrativ të Prishtinës. Pse nuk e mendojmë në si rajon këtë punë? Ku mund ta çojmë ndërtimin, ku ndërtohet më mirë e ndotim më pak ambientin, e dëmtojmë më pak pjesën e gjelbër. Miliona metra katror janë ndërtu në Fushë Kosovë, Graçanici janë ndërtu, sa kanë mujt, në Lipjan mund është më anku që s'ka pas. Sepse secila brenda vetës ka ndërtu. Te kishim pas konceptin rajonal planifikimit, e kishim ditë ku është edhe zona ekonomike, ku është edhe zona e ndërtimit, ku është edhe zona e gjelbër, edhe këto e kishim pas si ekonomi rajonale. Prandaj unë po them që kemi nevojë mas pari, si dialog politik, si trujes politike e kryetarëve të komunave, këtë nismë do ta marr unë si kryetari i Prishtinës, ndërsa më pastaj shërbime të përbashkëta, planifikimi përbashkët dhe një ekonomi rajonale metropolitane ku Prishtina është në qendër. Edhe për me ndodhë që kjo, duhet mu marrë vesh me komuna tjera, edhe nëse merrën e vesh me komuna tjera, ishdo është me pas diçka që quhet PZHK, që ko të loshe edhe Prishtina edhe komuna tjera. Seriozisht mendoni që mrena një mandati e mshel një sto? Pra, PZHK-ja ka qenë një dokument që është tentu me u realizu se cila... Për krejt, ta që s'dim frenzisht, PZHK-ja është plani zhvillimor. I komunës, po. Planin zhvillimor mjerisht e kemi reduktu në ndërtim edhe koeficient ndërtim. Plani zhvillimor është zhvillimi. Që ka edhe ndërtimin aty, po jo vetëm ndërtimin. Ta shumë veç për ndërtim ka me ju pyt. A ka lënë që ky verzion, a duhet mu revidu? Nëse dojni me revidu, kur e ka lëni? Fillimisht, unë du me iftu të gjitha grupet e përfatësume në Asamblenë e Ardhshme të Prishtinës, me ullë edhe bashkarisht me e bo PZHK. PZHK-ja është kushtetuta e në zhvillimore, na përcakton të paktën dekadën e ardhshme, po ndoshta 2 dekada të ardhshme. Edhe unë besoj që se cila parti politike që përfatësohet në asamble nesër, në kuvendin e komunës, duhet me kuptu që këto janë vendime të interesit të përbashkët për kryeqytetin tonë. Kjo është e para për pjekja, për dialog politik me të gjitha grupet, për me boni PZHK ku të gjithë kontribojnë bashkarisht. Por nuk kemi shumë kohë. Na duhet
brenda vitit parë me përmbyll PZHK-n, sepse pastaj duhet me u bë edhe harta zonale. Në hartën zonale detajohemi në lidhje me ndërtimet, në lidhje me koeficientet e ndërtimit. PZHK-ja ka lënë vetë parë. Si i trajtojmë problemet e lagjeve keq të urbanizume të Prishtinës edhe ka heqojmë ndërtimin nëse kemi ndërmen me që ndërtimin tutje në vitet në vijim. Kështu që këto dy dokumente janë jetike. Parkingu, mas pari duhet me punu me ndërmarrjen Prishtina Parking, rregulloren me cilën ata operojnë sot është rregullore që është fut poshtë nga gjykata, duhet me rregullu ato, duhet me adresu probleme që i ka aty. E unë propozoj kështu, mas pari, në hapësinat e parkimit në për lagje, prioritet banori i lagjes. Banori i lagjes nuk mund me qeni diskriminum e të tjertë me ardhë me bloku parkingun e lagjes. E dyta, një fluks i madh i veturave që shkaktojnë edhe kaos në trafik, po edhe presion në vendet e parkimit, janë ata që vinë me punu në Prishtinë rëna ditës. Park and Ride, parkingjet mëdhaja në 4-5 pika qyrjes, po kryesisht drejtimi Lipjanit dhe i Fushë Kosovës, sepse këtu është presioni më i madh që na vjen gjatë ditës, neve na zvoglon presionin automatikisht për vendet parkimit. Në disa lagje kemi propozuar dhe parkingje nën-toksore, aty ku kemi mundësi me intervenu në nën-tokë, që me rujt hapësinën publike për mbi, për parqe ose nevojat e tjera të banorëve. Parët komunës sa me bu me PPP? Mund ta konsiderojmë edhe opcionin e PPP-s, po kështu raporti PPP në ndërmarrjet komunale. Fillimisht kemi nevojë me i fuqizu ndërmarrjet komunale, jo me punu me i falimentu qëllimshëm ndërmarrjet komunale për me hap rrugë vetëm për sektorin privat. Unë jam për bashkëpunim, për vendimin, për angazhim, për nën-kontraktim ose bashkëpunim me sektorin privat, ishte dash me marrë menaxhmentin ndërmarrjes, po ndërmarrja duhet me qenë e fuqishme. Pse? Ka tradit, ka mundësi, ka resurse, ka njerëz, pse u dasht me i shkatruk të ndërmarrje. Ku ndërtuan parkingjet e reja, di në pikat? Ndërsa ka dhe ndërtime të reja që na presin për para, për shembull në hapësinën e parkingut të Pallatit Rinis, ku parashit ndërtimi të Teatrit Operës, aty ka dhe parkingje nën-toksore që i shërben edhe ndërtesës, por edhe qytetarëve të tjerë, dhe në këtë mënyrë, çështja e parkingjeve është pjesë e trajtimit të trafikut të përgjithshëm në Prishtinë, ku bëjnë pjesë edhe sistemi menaxhimit semaforëve me sistem të menqur, edhe korsia e veçantë, edhe flota e shtesë autobusëve, edhe park and ride, edhe hapësina të reja për parkingun. A dim se kemi përfundu të çështja e George Bushit pa pik nevoje, sepse trajtimi nuk është bërë në nivel të zgjidhjes së përgjithshme për trafikun. Aty ku është planifiku sheshi George Bush, në atë hapësirën e qendrës aty, ka nevoj për gjithë shka, por vetëm nuk ka nevoj për më shumë hapësina publike, në parim po flasë, sepse kemi një shesh nga parlamentit deri te Grandi, dhe kemi gjithë kampusin e UP-s andej, që është hapësin që duhet me u revitalizu, për momentin nuk shfrytëzohet shumë. Pra nëse ka diçka urgjencë aty, definitivisht nuk janë hapësinat publike, as sheshet. Aty problemi ka qenë trafiku, mobiliteti, dhe qohët ky e blokon atë edhe shkakton një problem pa pik nevoje. Dhe ne përfundim sot në diskutime të këtilla, por edhe në obligime financiare. Kontrata që e ka lidh, është e kundërligjshme. Mirë po, kjo na rrezikon nesër me pagu penaltia të papërgjegjësisë së këtij kryetari aktual. 7 milion euro i ka thënë për mbaruesi vetë si vjet. 10 miliona i ka thënë gjatë mandatit, edhe është për arkitektit kryeqytetit që e përmendet është pa ditë dhe ka me shku në përmbarus. Në përmbarim e kanë quve që ta. A e dini me so bërgj e trashëgoni komunën në rast se fitoni? Disa po na thonë ato për llogaritjet që i keni boju nuk janë të sakta, se veç kur t'ju një mrana keni me kuptu sa e thellë është situata në raport me, hajde po them kështu, mungesën e disiplinës financiare dhe të menaxhimit buxhetit, që me fjalë të tjera i bjen shkelje procedurale, keq përdorim, abuzim me buxhetin e komunës. Na kalon shumë gropa dhe fizike në përlagje, po dhe shumë gropa financiare, cilat s'kemi qare pa i mbyll, po unë nisen me premtu pe tash lart. Ku me gjetë parës shtesë? Këto me mbyll çdo gropa. Do t'i gjej dhe nuk do t'i përdori si arsyetim, me thonë më kalon kështu, e nuk po muj me i kry. Që një ide, po ta ja fol, 10 miliona euro njerëzit i kanë borç komunës, nuk e paguajnë tatimin pronë, as qytetarët, as bizniset.
mundësh me premtu që merresh vesh edhe nise kolektë? Absolutisht, mbledhja të gjitha obligimeve tatimore ndaj komunës është një çështje po flasësh tatim pronë, komunalisht, borxhi që ja kanë pastrimit e padiskutueshme, mirë po çka ka mbretur në këto 4 vitet e fundit është është supozim, mirë po ka dhe dokumente, ka dhe raport të auditorit. Nuk e mbaj mend që të ketë ndonjë mandat në komunën e Prishtinës që nga pas lufta me nivel më të lartë të keqpërdorimeve të korrupsionit si nga niveli i lartë, ashtu edhe nga administrata. Fatkeqësisht sot nuk mundesh pothuajse me kry asnjë punë, as më thjeshtën punë, as me regjistru fëmijën tonë në çerdhe publike, e as me marrë një dokument nga komuna, pa e gjetë një lidhje edhe pa e korruptu dikon. Kjo është situata më alarmante ku ka mri në herë Prishtina, edhe raporti i zyres kontare të auditimit. I fundit, për vitin 2024, është pasqyra më e mirë qysh ka qeverisë ky kryetar në këto kategori. A mund është pronën publike me shtime një Excel të madhë për një vjetë? Unë besoj që edhe... Jo, ka. A din që ka dhe nuk kemi qasje në ato dokumente. Mirë, së është publike edhe auditori konstaton që prona publike menagjohet mrapsht. A din që menagjohet mrapsht? Sepse shumë ma letë me abuzu me pronën publike. A mund është me eshti në një Excel edhe me bo publike për një vjetë? O me publiku sepse më kanë thonë që egziston, është e hardzume, dijet parcel për parcel ku jënë pronat komunale. Edhe kush so pagun qiro? Po, nuk jënë të publikume. Edhe kush punon me kontratat s'ka du me... Po, nuk duhet me pas kur far tolerimi ndaj atyre që kesh për një vjeta bëhet që kjo një Excel i madhë. E sidomos ndaj atyre që kanë uzurpu hapësinën publike, kanë e që po edhim të dy që jonë shumë. Exceli është aty. Okej. Edhe jonë të hardzume të gjitha pronat, vesh duhet me ditë me shku me pa kusha të i shfrydzu ato, pa leje, pa kontratë dhe mënyra abuzime. 15 minuta deri në fund, një 4 duhet me ja kushtu bërlogit, qysh me e pastru pak. Qëra më po më vjen shumë ketë që në këtë garë, në këtë kandidatur, në këtë vit, po më duhet me foj për çështje shumë elementare, por s'kemi qare pa i rregullu. Kanalizimi atmosferik dhe ai ujrave të zeza, fekal, duhen me u zgjidh një herë për gjithmonë. Prishtinën duhet me rregullu me temel, me fasada, me rendera, me tunela, nuk bëhet kjo për shkak se e hapën një temë edhe ma urgjente. Para bërlogut, nëse përmen kanalizimin, janë kërsh 200, jo, ke 200 ose 170, shumë kilometra gypa me azbest. Edhe miliona, me bu mu koncentru dhe e gjej shifrën, miliona kilogram që i vjen 1000 tona azbest janë në qytet, edhe nuk ka as regulore që është mi as gjasu. Qa me po me që ato? Mas pare, po shpegoj rjetën e kanalizimit, pastaj ujin, pastaj bërlogun, sepse dumi me i kryt gjerat elementare të këti qyteti. Ne dumi me ndërtu komplet sistemin dhe me rehabilitu sistemin e kanalizimit në Prishtinë, por që ndërlidhet edhe me Fushë Kosovën edhe me Obilicin. Pra, kanalizim, kolektor, impiant për trajtimin e ujrave të zeza, edhe mos me diskutu këtë qështje. Edhe si pas planifikimit tonë, kjo qështje duhet me u zgjidhë brenda 5 viteve të ardhshme. Pra, një angazhim maksimalit gjithdhe i komunës, me qeverin dhe me donatorët ndërkombëtar, për me përmbyll njëra për gjithmonë qështjen e kanalizimit fekal dhe atmosferik në Prishtinë. Kjo është e para. E dyta, sistemi ujësjellësit. Sistemi ujësjellësit përveç gypave të vjetruar, e ka dhe problemin e humbjeve në sistem. Si pas disa përlogaritjeve, uji në gypa, derisa të vjen në për anvisri, humbë në rreth 50% të sasisë së ti. Kontra argumenti që saj është kjo, së është punë e komunës, së është e KRU-s, qysh në drejtë? është punë, gjithë shka që ndodhë, mbranda kufive administrativ të komunës e Prishtinës, është detyrë para se gjithash e kryetarit komunës. Lartë, unë kom pa përgjigje zyrtare të kësaj komune, që ja kanë këthy një banori, për çështjen e ujit të pijes, edhe i kanë thonë nuk është punë e jona që ti je pa ujë. Kudo që është zgjidhja, duhet kryetari me shku me bëhat zgjidhje. Nuk ka kur far kuptimit i mi thonë banorit që s'ka uj me jaftë të tona, nuk është punë e jona, shko ti miru baravatu me filan dërmarje ose filan institucioni. Kryetari komunës është përgjes për gjithë shka që ndodhë këtu.
edhe kur duhet me imobilizu të tjerët, edhe kur duhet me gjetë fondet shtes, edhe kur duhet me punu me qeverin, është detyre kryetarit komunës çdo gjë që ndodh brenda territorit të kufive administrative. A ka në fare ideje sa kushton edhe ku gjinën parët për me ndru kanalizimin? Unë mendoj që kanalizimi, sipas projeksioneve që ne i kemi, kushton për me u kry në tërësi rreth 240 milion euro dhe i kërkon 5 vite pune intenzive, pa ndërprerje, për me zgjidh këtë çështje përgjithmonë. Dhe kjo duhet me u bo edhe me kredi ndërkombëtare, edhe me mbështetje të qeverisë, edhe me participim të komunave. Dhe tashmë ka dhe diskutime, negociata me burimet financimit për me kry këtë çështje, sepse është çështje elementare. Unë nuk besoj që nuk do të kemi mbështetje ndërkombëtare për me kry këtë çështje. Pra mundet mu kry mandati pa u mshel tema. Njëjtë është edhe unë besoj që viti 2030, nëse punohet me intensitetin dhe me projekcionin që kemi ne, në 5 vitet e ardhshme duhet me u zgjidh çështja e kanalizimeve në Prishtinë, e njëjta vlen edhe për rehabilitimin e komplet sistemit të ujësillësit të Prishtinës. Për çështjen e ujit, ne kemi propozuar edhe 2 zgjidhje, sepse nuk kryejm punë vetëm rehabilitimi i ujësillësit. 2 zgjidhjet që i kemi propozuar ni është kanali i Bërlepencit që vjen nga Ujmani, e kalon përmes fshatrave në drejtim të Llapit, vjen deri në Çaklavic, në Graçanis, për me u lidh me gypin e ujësillësit, e KRU-s deri në Badovc, kanali ekziston, duhet me u rehabilitu, kushton, mirë po kjo bëhet veç me fondet e Kosovës. Dhe në bashkëpunim mes i Bërlepencit, KRU-s, Ministrisë Ekonomisë dhe Komunës. Kjo na sjell ujë shtesë për Badovcin, e rrit nivelin e ujit, kjo është një intervenim, dhe intervenimi i dytë që kemi propozuar është ndrimi i sistemit të filtrave të fabrikës së ujit në Shkabaj. Është sistemi filtrimit për ujëra të pastër, të burimit. Po, me një rreshje atmosferike ke pa në venalit ujë në pjesën e qytetit që furnizohet nga Shkabaj, sepse filtrat i kanë vendos gabim. Këto 2 ndërhyrje kushtojnë diku rreth 10 milion euro, pra janë të përballueshme për buxhetin e komunës, ndërmarrjeve dhe të Ministrisë së Ekonomisë, te autobuset, për vlera masi po flasim, ne kemi projektu kështu për mbi 230... Po, një pjesë është e Bergjit, pjesa tjetër duhet prapë të kërkojmë edhe kredi, po edhe participim të komunave edhe të rajonit, e mbyllim me 9 milion është kredia Bergjit që i sjell 30 autobus të ri vitin e parë. 37 milion është grupi i dytë që vin 100 plus autobus, edhe 50 milion është grupi i fundit, sepse gjysma aty në janë autobus elektrik. Mbeturinat, shkurtimisht. Qysh trajtohet bërlogi? Bërlogu trajtohet kështu, mas pari kemi nevoj me punu të gjithë bashk, me bo ndarjen e mbeturinave në burim. Unë për propozoj thjesht, organike, jo organike. Qese me ngjyra, një ngjyrë për organike, një për jo organike. Kure bëjmë këtë klasifikim në burim, vendosje 2 kontenjerve gjithkun, prap me ngjyra. Kontenjeri për mbeturinat organike dhe ato jo organike. Me këtë, se na duhet pak të 1500-2000 kontenjerë të ri me këtë sistem dysh. Me këtë i blem edhe kamion të ri. Kontenjerë kushtojnë 4 milion, kontrat 5 milion që për kontenjerat të ri që është polë qëtë muja, edhin? Ne e kemi këtu në mbështetje në KFV-s, edhe të Bashkimit Evropian, po prap, pastrimin e kanë degradu, kanë mbipunsu, njerëzit kanë përfundu edhe në greva, para komunës, dhe kjo ka rreziku kredi, na duhet me i kthy këto marrëveshje me partner ndërkombëtar për me i shpëtu këto partneritete. 14 milion euro kushton sistemi, i cili i organizon kamionët që e mbledhin bërlogun organik dhe jo organik, dhe me njëherë krijohet mundësia për reciklim, sepse kështu siç është, në për deponi, këtë bërlogu me një vend nuk mujë me bë kur Ku mu reciklu? Riciklimi kemi propozuar edhe ndërtimin e çanës për riciklimin e mbetjeve inerte dhe ndërtimore në Prishtinë, që ka vlerën rreth 25 milion euro, përsëri një negociat me Bergjin, dhe në këtë mënyrë harrova me i përmend edhe qendrat e transferit. Duhet të ndërtojmë 4 qendra të transferit të mbeturinave brenda në qytet. Sot, kamionet, ma shumë humbin kohë të lëviz prej ku e mbledhin bërlogun deri te deponia, se sa tu mbledh bërlog brenda qytetit. Kur i kemi qendrat e transferit, e rritim mobilitetin e kamionëve, shumë ma shpesh vinë kamionët me mbledh bërlogun në për 3 milion kilogram është e gjeta shifrën. Azbest, që përfshin 70 km gyp të ujësillësit, po edhe krejt si përfaqe tjera
në prona private dhe publike. Qa me bume? Azbesti është një problem shumë i madh i vendit tonë dhe nuk është veç në përgypat e ujësielësit, por kemi azbest dhe në pjesë të tjera ndërtimore të Prishtinës. E di që është një problematik shumë ma komplekse, sepse edhe procesi i azgjësimit edhe i transferimit është shumë i komplikum, na duhet mbështetje edhe qeverisë qendrore, edhe ekspertiza specifike, sepse nuk gëzën edhe me prek azbestin, pa e ditë që shke me lëviz tutje. Edhe 3 gjëra edhe 4 minuta. Kur po thomë është ojre i flishun shumë. Jom ka menoj 3 burime. Trafiku është i pari, e ka lëzut që apo dojnë me bojë. Dyti është qymyri që e përdorim. Që pytja që mi bënot është që a zgjerot rjeti Grohja qendrore. Po, sa, kur, qysh? Kogenerimi ka kapacitet me u rrit për 2 fish. Sot e kemi në 120 MW parafërsisht, atë që është kapaciteti, po me investime mund me u rrit në 240. Ky 240 që po besoj që e mbulon pjesën më të madhe të kërkesave për pjesën urbane të Prishtinës. Por duhemi ju përgjigjë një pyetje. Çka po bëjmë me lagjet ku kemi ndërtime shtëpi individuale, sepse sipas vlerësimit të ngrohtores nuk ka mundësi me ushtri rrjete andej, sepse edhe kushton shumë edhe nuk mund të kthej si investim. Prandaj propozimi është ky, që lagjet si kodra e trimave të jenë pjesë e një intervenimi të përbashkët, transformues, dhe unë propozoj kështu, kodra e trimave, duhet me ndërtu nga e para, në bashkëpunim mes komunës, banorëve, pronarëve dhe kompanive të ndërtimit, me një planifikim të kujdesshëm, me një koeficient që i shërben mirëqenjes së qytetarëve, dhe kur kemi ndërtime të reja, lagje të reja, çfarë po propozojmë ne në kodrën e trimave, atër pjesë e ndërtimit të lagjes nga e para është dhe shtrirja e ngrohtores. Në këtë mënyrë... Që në kodrë trimave ka ndërtime pa leje të shmajten djatë, uzurpimet pronave, shtia në pronë publike, vllaznia që si jo ndonë një veti... E di e kom studiu shumë mirë. Ka probleme me prona. Ka edhe njerëz që banojnë në prona private që nuk janë komunale, po e kanë shumë vështirë me dëshmu, sepse i kanë ble para 40 vjetë, 50 vjetë. Qa me bo me ta? Për këto ka zgjidhje shumë të mira dhe shumë elegante, po unë po propozoj që me e trajtu këto në kuadër të planifikimit të ri për lagjen. Ulemi bashkë të gjithë, edhe i bëjmë të gjitha planet ku nuk trajtohet vetëm çështja e ngrohjes, vetëm qymyri, vetëm prona, po e dizajnojmë pre fillimit lagjen, por koeficienti nuk është për me fitu dikush veç për vete. Koeficienti duhet me na pru deri te një zgjidhje ku kemi ndërtim të lartë, po ku kemi edhe hapësim publike, edhe infrastrukturë nëntoksore, edhe ata banorë që sot kanë pa sigurit e pronës, nesër me upajis, me banesa, në të cilat kanë sigurit pronës, aty komuna ka pronë të veten. Andaj bëhet bashkë investitor, edhe atë pronë e përdor për të mirën e qytetarëve në atë pjesë. Edhe që ka hinën PZK dhe definohet për... PZK-ja duhet me në dhënë mundësi që në hartën zonale na me parapaqen ndërtimet në vitet të ardhshme me qenë të koncentrume kryesisht në zgjidhjen e problemeve ekzistuese urbane në Prishtinë. Edhe kodra trimave është prioritet. Për mu duhet me nisë me kodrë të trimave. Dhe për ajrin, përveç transportit publik, përveç ngrohjes qendrore, na duhen shumë parqe dhe shumë gjelbrim kudo që ka mundësi për me rritë hapësinën e gjelber. Për momentin jemi shumë poshtë standardit evropian, duhet me rritë paktën me 2 fishu për 4 vitet të ardhshme, dërsa në këtë vizionin ton 2035, nëse standardi evropian është 20 metër katror për kokë banori, na duhet paktën 18 me imri që Prishtina me marë frymë shlirshëm, izolimi eficient i ndërtesave publike, por edhe private në afatgjat, që na mendot ma pak në shkolla, në investri, në banesat e tona, dhe mbyllja deponive ilegale, sepse kur kemi sistem të reciklimit, kur investojmë në qendrat reciklimit, atër duhemi me mbyll edhe deponit ilegale të Prishtinës. 2 minuta, 2 tema, koncentrohu mi shpjego ka 1 minut, qenë të ndacak është e para. Adoptimi në qendër të politikës për trajtimin e qenëve ndacak. Që i vjen? Adoptim, jo për ato 50 euro, adoptim për shkak se du me u kujdes për qenë. Pra nuk duhet me qenë kjo politikë sociale, kjo duhet me qenë politikë
e mbështetjes së qenëve dhe adoptues duhen me qenë familje që i kanë kushtet e mira, jo ato që e shohin 50 euro, po që e shohin mirëqenjen e kafshës. E dyta, duhet një qendër strehimore me standarde çfarë duhet, e jo kështu si që kemi kështu. Ato duhet, ajo kushton shumë. Mund duhet me identifiku njerë burimet e financimit, po qendra aty ku duhet me i strehu në qend, duhet me qenë moderne, me kapacitetet të duhuna, keme nevoj me punu shumë intensivisht në kastrim, sterilizim, keme nevoj me i mbështet veteriner të Prishtinës, që ata me kryu rjetin e tyne të përkujdesis, edhe kur adoptohen qend, duhet me ditë kur e kanë kohën e kontroleve të tjera, pra duhet me punu edhe këtu me sistem të kujdeshëm, jo me degradu që shka degradu kjo e komunës, ku një individ ka adoptu 50, 100, 200 qenë, po pra po them adoptimi në qendër të politikës për qenë të ndërcarë. Edhe pyetja e fundit. Lojrat mesdhetare. Lojrat mesdhetare për fat të mirë, e kemi tash një bërd të përkohshëm, po e quajmë ashtu po i plot fuqishëm për vendimarrje. Aty po bëhen përgatitjet e duhura për pjesën organizative, logjistike, në anën tjetër. Kur tulla e parë në infrastrukturën e re? Investimet në infrastrukturë janë duke vazhduar, po në fakt po realizohet kredia për Pallatin e Rinis, me European Investment Bank, aty jemi në fazën e projektimit Pallatit Rinis. Kur bëhet projekti, del vlera, shkon parlament, ratifikohet si kredi, edhe fillon ndërhyrje. A ka timeline që aty? Projektimi po besoj që duhet përfundoj vitin arshëm. Mirë, hajde që po e shkurtoj. Pallati i Rinis, vitin arshëm shellet projekti, deri në 2029 në vitalizohet krejt. Ratifikohet dhe fillon puna. Sportistët edhe krejt delegacionet e 20 kusur shteteve, gjysa cilave janë mosnjose kanë më akomoduar konvikte, apo? Në qendër studentëve? Në qendër studentëve akomoduan kryesisht sportistët, ndërsa pjesa tjetër delegacioneve nëpër hotele, në qendrën e studentëve tash me jemi në fazën e avancuar të qeverinë e Francës. Është arrit marrëveshja, ilshojnë ata do pare, po supozojmë që shkojnë mirë. Qendra akuatike. Qendra akuatike, tash më kemi kërku nga komunat për saktimin e lokacioneve, nuk kemi marrë përgjigje nga komunat, tash po flasë Ministri i Kulturës, unë menoj që nesër Prishtina duhet me qenë vend edhe i qendrës akuatike, edhe i stadiumit të ri, tash a e qëjmë stadiumi nacional, a stadiumi ri Prishtinës nuk ka lidhe. Për mu, lokacioni më i përshtatshëm është Bërnica, edhe për qendrën akuatike, edhe për stadiumin e ri të Prishtinës. Faleminderit shumë për qëta minuta, edhe di që ka tema tjera, të cilat po e shoh që jeni ka investojnë në Facebook, edhe gjithë ka tjetër, edhe nashta mbrit të qytetarët. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit. Ftoj ndërkohë Besa Shahinin që të na bashkan gjitët.